Viti 2011 do të jetë viti i projekteve të mëdha për Shkodrën dhe të gjithë Shqipërinë. Kështu ka deklaruar kryeministri Sali Berisha nga kryeqendra Veriut Shkodër, ku ka festuar me fëmijët e kësaj zone, ndërsa shpërndau edhe dhurata për fëmijët me rastin e vitit të ri. Viti i ri do të jetë një vit i projekteve të mëdha e të rëndësishme për shkollat tuaja të dashur fëmijë, për kopshtet tuaja, për Shkodrën dhe për mbarë Shqipërinë. Ndërsa në qendrën e të moshuarve në qytetin e Kavajës, kreu i qeverisë duke festuar ndërrimin e viteve, ka garantuar më shumë mbështetje nga qeveria për këtë shtresë sociale. Urime për festën e vitit të ri, t'u përshëndesim shumë përzemërsisht, t'ju urojmë shëndet, t'ju sigurojmë se ne do t'u mbështesim ju në çdo lloj problemi që të keni. Gjatë kësaj vizite në shtëpinë të moshuarve, kryeministri Berisha, së bashku me Mbesa dhe zonjën Berisha, shpërndan dhurata me rastin e festave.